Maxi, sa aeroporte operus ka Shqipëria? Aktualisht Shqipëria ka 2 aeroporte, aeroporti ndërkombëtar i Kukësit. Civil flasim, jo ushtarak. Civil. Po. Aeroporti ndërkombëtar i Kukësit, aeroporti ndërkombëtar i Tiranës. Pavarësisht i kapaciteteve të tyre, se Tirana është aeroporti kryesor, kush janë aeroportet e tjerë në ndërtim? Aeroporti Vlorës është në ndërtim, pritet të fillojnë operimet në pranverën. Kur mbaron? Në pranverën e 2025-s. Pra thuaj se një vit e pak nga sot. Fillojnë fluturimet. Pra është aeroporti 3, po aeroportet e tjera që parashikohen? Aeroporti i 4 është i Gjirokastrës, ai ka një specifik interesante. Autoriteti i Aviacionit Civil e ka regjistruar si një fushë udhëse për këta sportet aerore, i cili do konvertohet në një aeroport me madhësinë e Kukësit. Që sa është e gjatë? 1600 metra. Që shërben për fluturimet avionëve më të vegjël. Avion më të vegjël, avion business, për të akomoduar të gjithë nevojat e biznesit. Dhe ky është aeroporti i 4. Kemi dhe fushën e Korçës, që do regjistrojmë si fushë aerore. Fushë aerore, po që sot nuk është funksionale. Jo, fushë aerore. Do jetë me shtruar apo? Ajo do jetë fushë aerore nuk është shtruar. Por që mund t'ulen avion sportiv? Mund t'ulen sportiv. Pse e bëjmë këtë gjë? Sepse ne kemi vendosur të veprojmë në përputhshmëri me standardet ndërkombëtare. Kush është standardi ndërkombëtar? Aviacioni civil do të akomodojë të gjithë kërkesat. Pra, si kompanitë të mëdha, si ata që kanë qef parashutën, çdo gjë. Pra ne kemi 2 operus, pavarësisht kapacitetit, kemi një të tretë që fillon vitin tjetër, kemi një të 4 që është në projektim dhe fushën e Korçës si do jetë gati. Këto janë e ardhmja e aviacionit në Shqipëri. Kjo është mjaftueshëm për të filluar për ndërtuar aviacionin civil. Faleminderit.